Rreth të gjata janë shënuar këtë të diel në pikën kufitare të Qafthanës, ku fluksi i lartë i udhëtarëve ka shkaktuar mbi ngarkesë, veçanërisht në zonën neutrale për hyrjen drejt Maqedonisë së Veriut. Më së shumti bëhet fjalë për shtetas që kanë kaluar fundjavën në Bregdetin shqiptar dhe po kthehen në vendet e tyre të banimit. Radha është formuar në 4 korsi dhe pritja për të kaluar kufirin arrin deri në më shumë se 1 orë. Pavarësisht marrëveshjes së 2 viteve më parë mes qeverisë shqiptare dhe asaj maqedonase për një ndalesë të vetme kontrolli, situata në praktik mbetet e pandryshuar. Kontrollet vazhdojnë të kryhen nga të dyja palët kufitare në të njëjtin stacion, duke krijuar ngërçe në lëvizje. Burime pranë autoriteteve kufitare bëjnë me dije se janë në diskutim propozime të reja për të ndryshuar mënyrën e kalimit, duke synuar që në të ardhmen kontrolli të kryhet vetëm nga pala pritëse, për të shmangur dyfishimin e procedurave dhe për të lehtësuar qarkullimin në këtë pikë të rëndësishme kufitare.